Miq të emisionit për Tetra Ditës kemi ardhur në fshatin Ligja të Elbasanit, ku këto ligja nxjerrin ujë termal dhe për të gjithë sëmurët me romatizëm është i rekomanduar që të përdoret me kohë të caktuar. Ne sot kemi ardhur në qendër të këtij fshati dhe ku siç duket edhe infrastruktura dhe gjithçka thuajse është stabilizuar. Por të pyesim shumë nga këta vizitorë që vinë nga jashtë dhe nga brenda vendit se si po e kaloi këto ligja këtu. Çfarë të mirash dhe çfarë u japin këto kura që këta përdorin në këto ujëra termal. I ndjekim. Ne kemi ardhë, ne vimi nga Suedia, jetojmë që 33 vite atje në Suedi, unë me bashortin vim që 7-8 vite ashtu që vim këtë në Ligja. Ju jeni me origjinë nga Kosova? Me origjinë nga Kosova, nga Mitrovica jemi. Sa shpesh vini në Shqipëri? Po, vim shpesh. Këtu në Ligja vim, shpesh herë vimi 2 herë në vit. Vim pranë verë dhe vjesh kur e kemi pushimet se shoku më punon edhe në arsim edhe ju përshtatëm asaj kohe. Kurse në Shqipëri vim kogja shpesh. Këtu në Ligja keni ardhur me rekomandim nga mjeku apo si e keni proceduar? Me thënë të drejtën e kom pa përmes YouTube, mas pari që zgjoj kurishtja ajo kur e pash, edhe bisedova me shokun edhe thash, po më duket interesante që të provojna. Na kemi edhe ligjat në Kosovë, në peje, në atë zonë atje, kam qenë edhe në Kosovë, po kam qenë atje nështë nja 5 vite me radhë, kurse këtu, që 7 vite, që ashtu diçka, po që vimi, mirë kalojmë, pritja është e ngrohtë. Sa ditë qëndroni këtu në Ligja? Ne me thanë drejtën 1 javë, se për shkak pushimet, e kem pak kohën e kufizume, për atë ne mundohëm që të vimi 2 herë në vit. Kështu e kisha rekomandu çdo kanë, neve na ka pëlqy. Me thonë, për kur gjë mos më kanë, është vend relaksus. Me thonë. Po, përmirësimet në shëndet, ku i shifni? Çfarë ndodh? Shihet përmirësime, ka për shembull kemi vrejt në shëndet qështë të dëtë, kemi pas për shembull probleme gjuje, me dhimbje të nyje, kështu që ta shëndim vetëm ma mirë dhe kështu që besoj që javlin për çdo kënd të vjen edhe të viziton. Kemi pas dëshirë të shohim Shqipërinë gjithmonë. Tash që kemi plot të dëshirën, kufis kemi, kur gjo s'kemi, nuk na kontrollojnë kur gjo, super jemi. Si ju duket Shqipëria? Mirë, shtumë. Mu shumë për dukut mirë. Ju nga keni ardhë? Ne me të vërtet që tha dhe nuse ime me vendmanim tani jemi që 33 vite në Suedi, dhe sa me prej ardhe rënjën e kena nga Kosova, nga Mitrovica, nga pjesa veriore. Sa ko keni që vini frekuentoni ligjat në Shqipëri? Ka dikon rreth 7 deri 8 vite, ashtu, që ne vinë në vazhdimisht, të thuja 1 herë, eventualisht 2 herë më nda vitet, në pushimin e vjeshtës një javor ose atë pranveror. Kështu që vina 2 herë në vit thuja. Ju ka rekomanduar dikush, keni bërë konsult me mjekun apo si ka ndodhë? E vërteta është se nusja duke përcjellur ndoshta ndonjë intervistë ose diçka këtu në YouTube ose në gazeta të ndryshme duke lexuar, ka vërejtë se këtu në ligjat e Elbasanit ekziston një ujë termik, ashtu themi, ose shërus dhe thamë që ta provojmë. Kemi ardhë dhe kemi provuar. Me përqeve në një thënje pak me hershë, në prezeren thuat një herë që se e pin ujtë e Shadravanit, e dytën e provojmë përsëri ma nuk do të largohesh asnjëherë. Edhe ne nuk do të largohemi nga Elbasani bukur ma asnjëherë nga dhe ligjat. Sa informacion keni marrë ju për këtë ujë termal që del nga toka dhe me mjekun, sa jeni këshilluar? Unë kom him ati për kom lexu. Qysh prej kusheve që kanë fillu këtu, kur kanë qenë ma herët e këtu, edhe ajo ke që më bani shumë kurishti për me ardhë, me vizitu, edhe me mjekun u këshillum që për shembull
sa janë dobishme, sa janë të damshme. Thamë edhe të provojnë edhe këtë ujnë ma ti për me sulfur e kështu të qysh është. Se dhe ajo kër e kom pa në vështë ngjyra e ujit e këto, më bënë atë kurishtin që dvim të vizitojmë se si duket. Ndryshor që eshe në televizion, ose në rrjetet sociale, ndryshor kur shkosh vetë edhe provon vetë. Kur largohesh nga këtu edhe shkon në vendin ku ju jetoni, çfarë eksperjencash u tregoni për ligjat atyre miqve të tuaj? Ne i tregojmë se si kemi mas pari për bujarin e këtij vendi, këtij hoteli këto ku jemi ne. Mikpritjen shumë bujare e kanë kjo familje, nëse familje për quaj ashtu, e madhe se duke fillu për personelit, për kuzhinës, pastrimit, kjo masazha, ato të gjitha si vinë, po në qoftë se njëri ka probleme shëndetësore, keni është edhe një infermiere ato se më kontrollu pak, me këqy pak punë në shëndetit, kështu që si mbas me jem do këtë shumë gjitha gjë në regull, si vjetë unë shpesher vi shumë me familjartë mi këtë kemi pru shumë, masi që kemi orna, kemi pru shumë familjartë undet. Motër, vlaun, qikat halës, këtë kanë ardhë. Mas neve e si vjetë e kam këto edhe qikën e vlaut, edhe ta kanë ardhë nga Italia, për shkak bisedës që kemi pas, ata ju një qift i ri, ama ju do këtë interesant ta provojnë si vjetë, edhe kështu që këse heri janë me neve këto. Ku e keni ndjerë më shumë ndryshimin në shëndet sa i përket që keni përdorur këto ligja? Të faleminderit shumë për pyetjen. Vërtet, thëmë hapta, se unë kam pas një problem me belin, thëmë, në mjedisin, apo si të ta quajmë kështu, si kam pas dhimbja thuja, po çdo herë një herë në vit ose dy, dhe ndisha ndonjë lodhje, ndonjë muskulaturën, të më thonë, të formim ashtu, dhe posa vije për asaj kohës, ma asnjëherë nuk kam pas problem. A nuk ka ligja Kosova, po keni ardhur në Shqipëri? Ka ligja Kosova, po çmimet janë më një atje. Një atje? Dy këtu. Dy këtu. A keni ardhur me rekomandim nga mjeku apo si keni ardhur? Ja, vetëm kemi ardhur për qef, që 5 vite rrezim. Ku e ndjen përmirësimin ti kur përdor këto banja? Unë këtu banje ndi përmirësimin dimnit tani. Po çfarë ndikon? Ndikon dimnit se as nuk nars, nalen të gjitha dhim pushojnë deri në maj. The shumë fjalë të mira për ne shqiptarët e Shqipërisë, po diçka që nuk e kemi ashtu si duhet, çfarë është kene? Po nuk e di se themi, ne edhe sa flasimi për Shqipërinë, prap kemi folur pak. Ku thet Isa Buletini se në shkollën në kullën e tij kam mbaruar shkollën time fillore, në kullën e tij kam punuar në arsim, që thët kur Shqipëria është mirë, ne jemi mirë. Prandaj Shqipëria nuk ka asnjë anë të errët, veç që ka ashtu të mirë. Çfarë u tregoni miqve tuaj kur shkoni, si mbaroni këto pushime këtu në Shqipëri dhe largoi? Çfarë tregoni? Unë vërtet punoj në procesin mësimor, që 33 vite atje në Suedi. Kemi pas rast që të vim me shefet e mia, që të vizitojmë shkollat të Shqipërisë, të shohim dallimet, gjashmërit, miqësitë e kështu me radhë. Dhe po ashtu kam pas mundësi që të vim edhe me nxënësat e mi këtu në Shqipëri dhe në Kosovë që të vizitojmë, që të njohim pak më dhe. Po kthehen atë vizita e shefeve të mia. Thash për 3 gjëra, thash kot ju pyeti se e di se është mirë. Për 2 gjëra të treta thash më thuani ju. Thash për bujarin, mikpritjen, thash dhe ushqimin e di që një ndatë kënaqur. Po me tregoni thash çfarë niveli pa shkolla shqipe këtu në Shqipëri. Dhe adin sa tha, që të 3 tha ishin të mrekullueshme. Këto 3 gjëra ku e ka një vend, apo ku të tjerë thonë, atëherë ne e dimi që çdo gjë është. Prandaj në çdo hap, në çdo cep, kështu themi, në çdo kontakt që kemi me miqtanë suedes, kemi plot, apo thonë, nëpërmes incizimeve, nëpërmes fotografive, nëpërmes kontakteve, i tregojmë se Shqipëria ja vlen që ta vizitoni, Shqipërinë ja vlen ta esperoni, Shqipërinë ja vlen që të kënaqë shpirtin e të, dhe nga ana tjetër, me bujari, mikpritje dhe ushqim që i kanë, nuk i gjën askundet. Ne udhëtojmë shumë në përbot, vërtet, por nga ana tjetër si në Shqipëri askund nuk gjejmë. Këto i kemi të mira, po çmimet si duhen në Shqipëri? Në qose lejohet të flasë ndoshta,
Kisha me thënë një gjësen, do thënë nuk e marrë për të madhe, po e marrëm si këshill, si përmirësim. Do me thënë kamarierët, shërbimi hoteljes, i kam fjalë jo këtu në ligjet, jo tu, e kam gjatë përshimeve verore, se ne verojmë shumë në për Shqipëri, kishte me qenë pak më mirë që të kenë një respekt pak më tepër ndaj klientëve, një sinceritet pak më tepër, një shërbim pak në nivel më të arsyeshëm, jo se mua nuk më bën asgjë se unë kam një kulturë sikur të gjithë tjerë që janë, por ndërkombëtarët ose të huajt e vrejnë atë, kupton? Ndërsa në ngritje ose ulje të çmimeve nuk kam vrejt, po shërbimi pak është i dobët. Këtë kisha menduar, nga ana tjetër ndoshta plotësisht gaboj, po kur të gjitha janë të mirat, 99 janë të mira dhe një kalon, por edhe të ta përmirësoj mendoj që është e mirë. Më tha që jeshit mësues në Suedi. Atje çfarë jepni shqip? Unë jam vërtet mësues në Suedi, punoj nga viti 92, kam filluar të punoj, kam qenë i larguar nga vendi në maj, fillova në gusht të punoj. Dhe që nga ja ditë jam në komunën e Norrköpingut, punoj me nxënësët tanë shqiptar dhe jap gjuhën shqipe atje. Kështu që tani për çdo ditë kam nxënësë më tepër, më të zotë, kam prind të nxënësave që tani kam, që kanë qenë nxënësat e mi, gjeneratat të kaluara dhe do të punoj pa lodhe deri atëherë kur kam fuqi dhe mundësinë mendore dhe fizike për ta. Si është të japësh ose të flasësh shqip në vendet e huaja? Pesha dallon. Emocionet janë. Dashuria është edhe më e madhe, jam i bindshëm, dhe dëshira është edhe më e flaktë që të ruajmë gjuhën tonë nga asimilimi. Se në çdo hap, në çdo lëvizje, atje ka mundësi që fëmijët të harrojnë gjuhën. Dhe po e citoj vetëm një shef timin, i që më tha në një kohë të caktuar, tha, mos keni frikë, tha, që fëmija nuk do ta mësoj suedishtën, po keni frikë që fëmija do të harrojnë gjuhën shqipe. Prandaj në për shtëpi, në familje, pushime, folni vetëm shqip dhe vetëm shqip. Çfarë do të thuash një mesazh të gjithë shqiptarëve që janë nëpër botë? Mesazhi im kryesor kishte me qenë se ata janë i biçur që ata e dinë dhe e kuptojnë. Kujdes ndaj asimilimit. Sa më tepër të bëjmë integrimin, por kujdes ndaj asimilimit. Se ne integrohemi, fitojmë, dhe se asimilimin, mbrohemi nga asimilimin, ne prapë do të fitojmë. Shumë herë marr shembull arbreshët në Itali. Ata që 6 vite nuk e kanë humbur gjuhën, por arsye pse se kanë humbur gjuhën, ata thonë nëna nuk e quajnë nën, po e quajnë zonja nën. Prandaj nënat kanë rolin shumë të madh dominues të fëmijët e vet, pastaj të brezat pasardhës që të vinë, që ata të edukojnë. I kisha këshilluar runë ndaj asimilimit, shpejtoni sa më tepër integrimin, punoni, jetoni në forcat e juaja, në fuqinë e juaj, mendore dhe fizike, se është e pastër për të gjithë ne. Dua vetëm një fjali shqip për gjithë shqiptarët, apel ose si mund ta quajmë për gjithë shqiptarët nëpër botë. Të bashkohemi sa më tepër, të jemi unik në çdo rast, në çdo rrethon, të flasemi mirë për njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin, edhe problemet dhe hallet që kemi një ose andej kufirit, kur padrejtisht si nda, është trung pjesë e jonë të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të bashkohemi përsëri. Unë uroj që të jetë Shqipëria e bashkuar. Të flasim vetëm shqip. Të flasim vetëm shqip dhe vetëm shqip. Osa mirë me qenë shqiptar, o hej. Unë kështu e filloj... Mos më thuaj që edhe ditë këndosh i këngë shqip bukur. Të ditë të këndoj nuk kam zëmë melankolik, po të ditë të recitoj çka të recitoj, Por shumë me çfarë do më recitoja, se këtë recitim që do bëje do ishte edhe një përshëndetje për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Po recitimi më e mirë, po mendoj të jem, të them, të naimit, apo të gjuhër shqipe, sa e bukur, sa e nderë, sa e pasë, sa e lirë, apo ndoshta arvargjet po më meten, nuk kuptoj të gjitha, por ajo poezi është shumë e bukur, të marrëm edhe pastaj të fishtes, të marrëm Azdrenën, të marrëm se në do, prandaj kemi vargje shumë të bukur. Të kujtojmë, të ruajmë traditën tonë shqiptare. Flasim i shqip, të mësojmë fëmijët shqip, dhe kjo është pasuria më e madhe që të mos asojmë. Po asimiluam, atëherë nuk kemi asgjë.
se e humbur identitetin. Pa identitet nuk di çfarë të themi botës se kush jemi. Prandaj të marrim marrëveshjet Italisë një si shembull të fortë që të na mbrojnë, që të mos asimilohemi. Kush jemi ne shqiptarët se dal nga dal më dole aty ku u ndoja? Ne shqiptarët më themi që e kemi drejtuar botën. Edhe ne shqiptarët më themi që e kemi themeluar botën. Ne shqiptarët ishim trungu më i vjetër dhe gjuha më e vjetër e gjuhëve indo-evropiane. Prandaj shqiptarët janë popull me të vërtet nga historia e lartë e sot dhe nesërme janë popull shumë i pasur me begatin. Pra ne shqiptarët jemi populli më i vjetër i Ballkanit. Çfarë nuk shkon këtu në Shqipëri? Jo, gjitha janë. Vetëm rinia, si në Kosovë, si këtë rinia nuk është bashkë e kjellët. Ku qalon puna e rinisë? Qalon puna e rinisë, po ikni për në leni vetëm. A do të mendojnë ata se një ditë edhe ata do të vinë në këtë kohë? Çfarë do thuash të rinjve, kosovar dhe shqiptar? Të njëjtë, si janë. E shprazet venin, nuk shprazet veni as kallaj. Nuk i di se çka do të bëni ju, vetëm nuk është mirë. Kush është apeli juaj që do ju drejtoni këtyre të rinjve? Unë kisha bo apel që keq në vend tonin, guri ronë person vend vetë. Po të flasim pak për ujin e ligjave. Çfarë informacioni ke për këtë ujë? Sa i përket ujit të ligjave, unë më tepër nuk kam shumë informacion pra sistemat aty të catë kam përcjellur, në mjetet e informimit, por ju bëni shumë mirë që bëni këso intervista dhe përcjellje, ka njerëz që vinë me kohë më tepër, ka një uri më tepër. Unë e di që ky ujë është shumë korruz, është shumë i arsyeshëm dhe personeli këtu nuk lën të dëmton. Se ne si pushues kemi dëshirë me ndajt pak më gjatë si, kjo ka kohën e caktuar. Një banë zakonisht ne vina në mëngjes, nga ora 6 atu, presim në radhë sa të fillon në radha jonë dhe vim dikon 5 minuta deri 7 do të jemi këtu të shtrirë në vask, pastaj do të vazhdojmë të rehabilitohemi pak në dhomë, shkojmë në mëngjes, edhe pas mëngjesit përcaktohemi për latë që thoni ju, apo ne Kosovës që themi palten, edhe pastaj për masazhin e trupit që e marrëm këtu nga familja, dhe kështu që ne kalojmë shumë bukur. Shpejt vjen dreka. Pas drekës vjen një aktivitet tjetër që të dalim në Elbasanin e bukur ose nga ana tjetër të vizitojmë Belç apo Beratën si vizitojmë dje. Kështu që keq ka viziton, keq ka shet. Bukuritë i ka Shqipëria nuk i gjen askush në botë. Sa banja bën në ditë këtu? Ne bëjmë 2 banja, në mëngjes dhe në mbrëmje. Domethënë para darkës, në mëngjes e bëjmë para mëngjesit dhe pas dite e bëjmë para darkës, kështu që e bëjmë 2 banja gjatë ditës. E kemi mjekun personeli mjekësor atje, e se na përcjell domethënë gjendje shëndetësore tonë dhe nga ana tjetër këshillat e tina e përfillemi, që ata e na rekomandon dhe mendoj që për ne është jashtë. Dhe çdo kush tjetër që do të jetë, do të thotë vizitoni ligjat se me të vërtetë do të shihni dobin dhe do të shihni mirësi nga ato. Çfarë do thoje nëpërmjet emisionit tonë të gjithë shikuesve? Të gjithë shikuesve, ata që e shohin këtë intervistë, i kisha rekomandu ta provojnë të vinë në Elbasan, se mu më duket që edhe numri u rrit, që kemi fillu këto me ardhë, kështu që i kisha rekomandu çdo kanën që të vinë e ta provojnë një herë. Nuk do të zhgënjihen. Miqtë e emisionit Për Të Traditës, ky emision ju përkushtua uji termal të ligjeve të Elbasanit, i cili është tepër kurativ për shëndetin e njerëzve. Për ta provuar këtë, unë jam futur vetë në këtë vask ku është një ndjesi e veçantë. Dhe do ju ftoja që të gjithë personave që vuajnë nga romatizma të vinë dhe ta provojnë ndjesitë e këtyre ujrave termal. Miru takofshim në emisionin e radhës.